Tenderat marrin në qafë Erioni Saj, kryetari i Bashkisë Kolonjës, merret i pandehur nga SPAK. Kryebashkiaku socialist i Kolonjës, Erioni Saj, është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme, mësohet se ai akuzohet për shkelje të shumta në kryerjen e tenderave dhe ankandeve publike gjatë drejtimit të bashkisë. Hetimet ndaj procedurave të prokurorimeve publike në Bashkinë e Kolonjës ka nisur disa vite më parë. Erioni Saj ka qenë për të parë në dyert e SPAK në 2023, ku ka deklaruar për mediat pas marrjes në pyetje se hetimet kishin lidhje me tenderat, nuk ka lidhje me krimet Nuk ka lidhje me krimet zgjedhore, kam qenë i ftuar si person që ka djeni. Ka lidhje me një ngjarje konkrete para shumë kohëve ku bashkia nuk ka qenë e përfshirë me tender publik të drejt për drejt, por si institucion në djeni. Sa po heton, i takon prokurorisë, unë jam pyetur si person që ka djeni. Ka thënë Erioni Saj në 2023, për herë të dytë ai është paraqitur para organit të akuzës në janar 2025. Erioni Saj shtohet kryebashkiakëve socialistë që shkelja rregullave në procedurat publike të prokurorimeve i kanë çuar në dyert e prokurorisë. Kryebashkiaku i Kolonjës akuzohet për vepra penale, shpërdorim detyre, korrupsion pasiv dhe aktiv, shehje të pasurisë dhe shkelje të parimeve të barazisë së pjesëmarrësve në tendera ose ankande publike. Procedurat e prokurorimit të kryera nga Bashkia e Kolonjës janë hetuar nga prokuroria e posaçme dhe nga kontrolli ka rezultuar se shumica e tyre janë të shënuar me flamur të kuq, sepse fituesi ka qenë i paracaktuar dhe punimet nuk janë kryer sipas parashikimeve ligjore. Erioni Saj drejton Bashkinë e Kolonjës prej vitit 2019, kur socialistët vendosën t'i besonin aktorit humorit, ndërsa në vitin 2023 ai arriti të siguronte edhe një mandat të dytë për Bashkinë e Vogël në juglindje të vendit.